thot në Vila 24, rikthehemi në kuzhinë dhe rikthehet gjithashtu si i ftuar në këndin tonë të gatimit. Enri Tuedari, ai është student pranë Institutit Kulinar në Ranzi, vazhdon të mbajë nën fuqi çmimin edhe titullin e parë si kampion junior në kampionatin botror të kulinarisë të kuzhinës të gatimit. Kështu që do ta them sa herë të ke mundësi, se vazhdojmë të jemi krenar derisa nuk je zëvendësuar me një tjetër. Po nga në Ranzi do jetë tjetri, e sigurt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit. Herën e kaluar kur gatove për ne, ajo që tham në fund ishte do na vish prap kur të ketë mbaruar edhe muaji i Ramazanit, që ti provonim të gjithë së bashku ato fileton tënde që kishte dalë shkëlqyer të vitit. Videon e keni në YouTube, në 24, Vila 24. Një javë, fiks një javë më parë, ndërsa sot je rikthyer këtu për ta prezantuar receta të tjera. Atëherë, receta që do të prezantoj dhe të realizojmë së bashku sot, ne kemi vendosur të realizojmë 2 receta. E nisim gjithmonë me një të kripur dhe përfundojmë me një të ëmbël. Atëherë, receta që unë do realizoj sot për ju është një oriz basmati mix, pra do të shkëputemi pak nga ajo, le të themi, rutina e përditshme, do të shkojmë pak në Azi. Në Indi kam zgjedhur një mix, le të themi, të produkteve të thata me orizin basmati, pra që bëhet pak sweet, pak i ëmbël me ato aromrat. U kam përzgjedhur kanellën, por pa ngarkuar shumë sepse e dim shumë mirë që kuzhina shqiptare nuk i ka dhe shumë këto të kripurën me erzat e ëmbla, pra do bëjmë një mix pranueshëm dhe për shihen tonë. Padyshim që po. Jemi mësuar të kemi të balancuara, le të themi. Po. Dhe kemi vendosur dhe një cheesecake me qumë shkëkosi dhe çokoladë bardhë. Padyshim dhe kremi djathtë, sepse vetëm nga emri lënë të nuk kuptohet i tillë. Atëherë, le të nisim pa humbur kohë. Nisim pa humbur kohë. Shohim pak një herë çfarë na duhet për këtë recetë. I hedhim një sy produkteve, të cilat i gjejmë të gjitha tek dyqanet në Ranzi. Kudo, në Shqipëri, në Kosovë gjithashtu, në çdo lagje tonën ka një tabel në Ranzi, kështu që nëse do gatuani njësoj si ne, po edhe nëse jo, kur fullim tek në Ranzi, ju prishet mendja të ndryshoni familjeve tona, kështu që nuk e ndryshojmë dot. Sepse gjithmonë gjen diçka të re. Çfarë na duhet në sot tani për recetën e parë? Atëherë, si fillim do të merrem me zgjerrjen e orizit basmati, që do ta ndajmë në 2 versione. Versionin e bardhë, pra naturalin pa i shtuar thjesht ujin dhe kripën, por dhe versioni e dytë me shafran, pra të bëjmë atë ngjyrën e verdhë, pra të bëjmë një mix kolor. Interesante. Ne mund të shkëputem pak si për hera. Po, vazhdo ti. Orizin basmati, është ky orizi këtu. Është premi i cili padyshim dallohet për vlerat ushqyese, për proteinat e larta, pra që është. Dhe shikoni sa i këndshëm bëhet kur zihet. Ka këtë kokrën e gjatë të gjatë, të bardhë dhe ka edhe një aromë karakteristike dhe një shije karakteristike gjithashtu. Sigurisht varet edhe ku e blini, ne këtu me në Ranzin jemi mësuar dhe këto njohim dhe nuk i ndrojmë sepse jemi super të kënaqur. E ndam në 2 pjesë. Sa me sa? Një filxhan më pak? 50 me 50. Pra, shtova si fillim vajin, normalisht do të shtohet vaj i parë. Okej, ti ndezim të dyja? Patjetër që po. Okej, shumë faleminderit. Pra do bëjmë një kaudisje, le të themi, të lehtë, pasi nuk është nevoja që t'japim atë ngjyrën siç e bëjmë në shtëpi, pra ngjyrën, le të themi, pak atë kafe, skuqe në orizit, thjesht natyral, thjesht pak një ngrohje të lehtë të orizit. Dhe do të shtojmë ujë, të zi varet, domethënë, mënyra se si ne duam ta konsumojmë. Por orizi basmati nuk do që të ta i kaloj, le të themi, zjerën pasi shpërbëhet, duke pasur edhe strukturën e tillë. Afërsisht 9 minuta, varion në varësi se çfarë do ta përdorësh. Nëse ke do ta përdoret në shumë lloj mënyrash. Mund ta përdorësh si sallatë të ftohtë, pra ta konsumosh të ftohtë, mund ta konsumosh të ngrohtë, pra ka lloj mënyrash dhe varet në llojin e kombinimit që ti preferon. Por duhet jemi të kujdesshëm, domethënë me kohën e zjerjes, sepse do më të shkurtër se sa orizi normal që ne përdorim. Do të shtojmë ujin të cilin e kemi para ngrohur. Ujin e kemi shtuar, domethënë, kripën e kemi shtuar te uji. Sasia e ujit unë kam preferuar të mos ta bëj domethënë me masë saktë, por si dua që të takulloj lëngun, pra sepse duam një oriz të thatë. Pra dhe nëse është tepër uji që ne shtojmë, do ta kullojmë, do të marrim vetëm orizin basmati të zier. Shumë mirë. Pra nuk kemi nevojë të përcaktojmë raporte këtu. Sa oriz. Sepse siç e thash, mund të përdor edhe sallatë ftohtë që nuk na nevojitet për ta lagështia e tepër. Pra që
është një oriz që mund të shkojnë dhe padyshim dhe gatimet tradicionale shqiptare. Ne jemi mësuar që për shembull orizin në shtëpi e shoqërojmë me diçka të lëngshme. Po. Pra që nuk është nevoja që të jetë. Pra mund ta bëjmë të zjerje thjesht në ujë të kripur dhe ka përdysur me pak vaj ulliri, dhe pastaj të shtojmë atë ku diun lëngun që i përgatisim më vete me mishra me Çfarë? Pra ta miksojmë, ta bëjmë gjysëm moderne dhe gjysëm tradicionale si recet. Ndërkohë tjetër këtu për të njëjtën recet, pra thamë që kemi shafranin, kemi per, kemi rushin e thatë, kemi kajsusin. Pra, rushin e thatë, ta theksojmë që kemi lënë pak disi në ujë, pra të rushit të marrë të zbutjen e vetë. Tashmë të një nga të nxehtë do të shtoj shafranin që ne kemi në rastin bustin, që nuk është nevoja që të... Ajo ka 4, apo jo? 3? 4 që një mori ty. Pra mund të përdoret në 4 receta të tjera. Përsa përdorim shë. Okej. është bustin e tillë që tretet fare lehtë. Mund të përdoret si në shtëpi. Është një paketim që mund të përdoret dhe për familjarët. Nuk është nevojshme pra le t'japim pak ato ngjyrat kuzhinës së shtëpisë. Aromë po edhe ngjyrën e ka shumë. Ja, aroma unë që ndjej edhe ngjyrën. Pra, afërsisht 9 minuta tha. Në momentin që pothuajse orizi ka marrë val, siç e shohim, e lëm, ne ka pak mbyllur që të përshpejtojmë pak a shumë dhe atë zjerjen e vet, pra edhe në rastin ton shafrani mos të dalin aromat jashtë, pra të qarkullojë gjithë gjëja brenda. Shumë mirë. Tani. Okej. Siç e tham, kemi frutat e thata, por kemi dhe cheesecake-un. Tani do merrem me cheesecake-un? Do bëjmë crumble-in e cheesecake-ut, bazën. Pra që është baza e biskotës. Okej. Unë kam vendosur gjalpin të shkëri. Okej. Tu kemi biskotën. Ojë shefat, organizuar. I ka gjërat gati. Të biskotën e kemi të gatshme, pra është ky paketimi këtu, spekulos, pra, që mund të përdoret për ëmbëlsira të ndryshme, qoftë cheesecake, apo diçka një ëmbëlsirë me krem, me ganazh, pra krembulla të ndryshme. Është një biskot që të lejon të eksperimentosh, por dhe atë shijen e mirë që të jep. Është biskota krokante e thërmuar. Që shpesh në shtëpi, sado që përpiqemi t'i bëjmë këto ëmbëlsirat me biskotat që na mbesin, jo të gjitha janë për gatim, për përgatitje ëmbëlsire, se na qullose, na... Varet nga përbërja që kanë. Ne duam që ta pjekim pak të bëhet ajo zbutja me gjalpin, pra duam diçka që të jetë edhe krokante, por e shkrifën. Dhe pavarësisht e ka biskota, por që ne duam diçka tjetër. Okej. Ujë na duhet më? Po, ujë në duhet, pasi do të bëjmë një chips çokoladate me vaj kokosi, si për cheesecake-ut. Ose mund ta hedhim në rastin ton dekor, pra diçka mund ta kombinojmë si duam, mund të bëjmë gotën, pra ka versione të ndryshme që... Okej, mirë. Gjithçka mund të eksperimentojmë, pra vetë produktet na lejojnë edhe recetat të eksperimentojmë apo të krijojmë gjëra të reja. Do ta kontrollojmë pothuajse her pas here. Ja, kemi shtruar për biskotën të lyer me gjalp të shkrirë. Ne vendosim në furrë për sa? Afërsisht 5-6 minuta, pra derisa të shkrifet të lidhet le të themi gjalpi me biskotën, bëhet ai lidhja e kombinimit. Okej. Në rregull. Në një tigan, pra siç e tham, do të kalojmë orizin. Okej. Dhe frutat e thata, pra do t'i bëjmë atë në gjuhën e kuzhinës mantekimit, pra bëjmë saltimin e produkteve, japim një ngrohje të lehtë, në këtë rastin ton, do ta shërbejmë të ngrohtë. Okej. Mirë, është momenti që ne në ekran së bashku të shohim pak recetat për ditën e sotme. Oriz basmati mix color, na duhet oriz basmati 100 gram, zaferano nga Robo 1 bustin, rush i thatë 10 gram, të vendosur më parë në ujë, gjë që bëhet zakonisht kur rushi i thatë përdoret në gatime, pra për të zbutur pak ajo kokra edhe për të rumbullakosur edhe forma, na duhet kajsus 10 gram, na duhet mix power, boronic e thatë 10 gram gjithashtu, kanel 1 shkop, krip edhe piper. Cheesecake me qumësht kokosi, receta e dytë që kemi nisur paralelisht me të dyja nga puna. Përbërësit që na duhen sot janë këto, krem djathi 200 gram,
150 gram çokoladë bardh, 100 ml qumësht kokosi, 80 gram sheqer pluhur, chips çokolade me gjalp kokosi, dhe dekori, biskot spekulus që ne përdorëm edhe në lyrjen me gjalp që i bëm dhe vendosëm në furr, pra është e njëjta biskot e thërmuar edhe shumë e shishme, rreth 70 gram edhe gjalp 30 gram. Këto janë recetat për sot, me të dyja ne kemi nisur kështu në të njëjtën kohë, kështu që her pas here lëvizim nga një kënd në tjetrin, por duke i shpjeguar mjaftueshëm edhe për ata që duan t'i gatuajnë më vonë. Zgjedhur, siç e thash në fillim tani. Njerëz që realisht dashuroj. Vërtet? Si të ëmbla, si të kriprat, është dhe zakonisht recetat e mia e përdor. Dhe do ta shtojmë më së rëndësishme tek orizi i bardhë. Pra t'jap në aromë orizi i bardhë, sepse nëse do ta shtojmë tek orizi i verdh do të humbasim aromën që vetë shafrani ka dhe nuk duam që sepse duke ditur që kanella ka një aromë pothuajse pak më të rëndë nga erëzat e tjera. Aha, okej, shumë mirë. Do preferoja vetëm një shkop të vogël. Një shkop kanell. Që mund ta thënë nuk është e nevojshme sepse sasinë që ne kemi. Okej. Nëse gatuajmë më shumë, do shtojmë pak. Dhe do ta vendosim të gjithë pothuajse afër fundit, jo që në fillim, sepse duke lëshuar në fillim kanella çon gjithë ato ekstrakte që ka. Pra ka raste që dhe mund të hidhërohet. Pra duhet të jemi disbalancë. Ne kuptoj. Pra nëse orizi do t'i duhen rreth 8-9 minuta, ne do ta shtojmë në 3 minutën e fundit. Nuk duam një orizi të ketë le të themi pothuajse 100% erëzën e kanellës. E qartë. Derisa të marrë pak. Dhe her pas here do të bëjmë edhe trazimin që mos të ngjiset në pjesën e fundme të tenxherës. Të shtojmë dhe pak ujë tjetër. Pra thamë që në këtë mënyrë që po e gatuajmë, orizi na krijon të gjithë komoditetin që të mos të dështojmë me gramaturat, sepse kur e shohim që ka nevojë ende të zihet thjesht shtojmë ujë, nuk rihemi tek mënyra e të gatuarit klasike e orizit siç jemi mësuar në shtëpi. Kjo bën edhe më të thjesht gatimin tonë sot. Shiko se e pam dhe në recetë këtë Mix Powerin. Po, kjo është një mix energjie që unë realisht e dashuroj. Mix ku është edhe për është, le të themi, një snack i vogël që mund ta marrim kudo me vete, një pak i vogël, në mëngjes, ka person që e kam rutinën, do të e vrapoj, dhe nuk e kam dhe atë konta, le të themi mëngjesin, kështu që marr një Mix Power me vete për të konsumuar dhe të marrë pothuajse të gjitha vlerat e ushqyese që. Interesante. Okej. Nuk e kishte nevojshme për ta parë, sepse në recetë keni me këtë emër, kështu që nëse doni ta dini, ishte pikërisht ky paketimi këtu. Sheve me aroma kanellës është. Unë ndje me njëherë, sa po ha kapaku. Shumë mirë. Po, për te kombinimit që ti ke bërë sot, që mendoja tani që edhe ne në këto gatimet tona tradicionale, nuk këtu asë t'jashtë tani. Orizi me kanellë, do me thënë me erdi kështu natyrshëm ajo. Dhe kabunia, cila është një recetë tradicionale. E shikoni, kemi, pavarësisht se ne i kemi në mënyrën tonë. Unë kam përdorur, nuk kam realizuar recetën e kabunisë, orizin basmati, pra shkon, pothuajse 100% është. Ashtu, a? Pra, kombinim, pra le themi, kemi dhe ne ato lidhje tona, do më thënë. I kemi, po, të kripura dhe të ëmbla, po. Po që nuk është shumë e përhapur, mund t'jetë një recetë, po që... Po, një më kaqë, po. Ose buka me djatë me shalqi. Kemi prapë të ke ëmbla dhe të ke kripura. Te tigani që do të kalojmë të gjitha produktet si orizin, do të shtojmë vajnë, pra le t'japim një ngrohje të lehtë miksit të frutave të thata. Okej, vetëm të sigurohemi për sopën na shëndetshëm, se zakonisht shtypin njëra tjetrën këto butonat aty në. Të mundohem që. Lëvizim. Se është me ndjeshmëri, kështu që. Okej. Për mua të ham kapakun. Më thuaj të bëjnë një gjë, nuk ka nevojë. Di edhe unë të bëjnë. Ta heq kapakun, di. E bëj. Okej. Se shohim pothuajse orizi
Pra dallohet ajo pjesa, le të themi, e barë, ai të barë të fortë. Do thosë se tash është gati. Do të bëjmë kullimin e orizit. Duhet më ndihmosh të lutem me një si që të kullojmë pjesën e ujit. E kuptova. Shikoj këtë, është okej? Po, është perfekt. E të kontrollojmë dhe kremblin. Pra, e kemi gati. Është okej edhe ajo? Okej. Si ta na duhet këtej nga krahu i orizit, biskotat me gjallë pitimi për cheesecake-un. Pra, e bën atë ngrohjen. Okej, lëm që të ftohet pasi vetë receta është një cheesecake i ftohtë dhe nuk mund të kombinojmë një produkt, le të themi, të nxehtë me një produkt të ftohtë. Okej. Okej, Regula kuzhina këto. Vendim në një pincete, po heq kanellë, pasi nuk është se po në nevojitet ma. Kena pa për një bënd t'iva? Po, më duhet një tenxhere. Tenxhere? Ose një tas të kullojmë lëngu që mos të bëjmë. Ja, kemi tasat këtu, vetëm më thuaj nëse... Kemi pak të mëdhenj, po? Jo, që ka shumë e madhë. Nuk kemi në të vegjën, po. Nuk ka problem, thjesht ujnë duhet të kullojmë që shumë përse. Okej, shumë mirë. Pra nuk duam, po thuaj se ujë, pasi do bëjmë skuqen e orizit, pra ngrohjen totale të gjithë produktet dhe pjesa e ujit na bën atë le të themi qullosin e produktit, pra lëshon lëngjet e veta dhe nuk merr atë krostën e mirë që ne duam të japim. Okej. Po këtu do ta heqim këtë, kjo s'na duhet, Nuk duhet. Të njëjtin veprim kryejm edhe me orizin basmati, të cilin këtë herë e kemi gatuar edhe me shafran, ndaj ka këtë ngjyrën e bukur, arovën gjithashtu e ka po kaq të mirë, shija është e kuptueshme. Sa bukur ngjajnë të dyja kështu në ngjyrë në sy. Nëse dikush do të eksperimentoj apo të përdori erëza të tjera, mund të shkonte shumë i kardamoni. Është një erëz e cila kombinohet, glikanis, një erëz tjetër. Çfarë si ka glikanis? Glikanis është një lloj ylli, i cili pakisht po, okej, e kemi pat. Duhet kemi ne këtu nëse kërkojmë, duhet kemi nga gjërat që kemi marrë nga Neranti, por që po do të ka shtojmë një aromë shumë. edhe piperi mix. Pra le të japim akoma dhe më shumë ngjyra, le të themi. Okej. Çfarë kontrollon me sy, i ke gjitha këtu sipër. Çfarë duhet? Thoj mua Edhe se pak ti krip. Kripa. Bravo. Okej. Pasi nuk shtuam të gjithë kripën në sasinë e ujit, duam që të bëhet edhe le të themi ai mantekimi me krip dhe produktet e thata. Pra, produktet e thata që kemi disi të ëmbla të marrin atë shijen umami që i themi në kuzhinjerët, as të kripur, as të ëmbël, pra të bëhet disbalanca e shijes. Kuptoj. Pra gjithmonë në sasisë së kripës ne kemi shtuar tek uji ku kemi gatuar orizin dhe pjesën tjetër për ta plotësuar me krip do t'ja shtojmë në tigan për të ndihmuar kështu frutat e thata. Ja, që ta proces e pune është shumë e thjeshtë, e duan lehtë. Sekretin e vet. Është momenti e fikë, nuk është nevoja pasi gjithë procesin e kemi përfunduar. Na duhet një pjanë për ta shërbyer? Po, e kam. Okej. E ke bërë gati vetë, e ke zgjedhur vetë? E nuk bëj shtëpis tani. Këtu diku janë eno, diku janë pjanta, diku janë tenxhere. Në olimpiadën që
unë mora pjesë, më bëri përshtypje mënyra se si i servirnin ushqimet, pra shumë tradicionale, pra çdo ushqim kishte atë delikatesën e vet, pjatën e vet, pra nëse kishim një ushqim, le të themi, në tavë vendosin kapak, pra ishin ato elementet që të binin në sy, pra ti kishe në rastin tonë siç është tasë që jemi zgjedhur, ishte me kapë dhe ti ishe kurioze, në momentin që e hapje, kishte ato produkte, atë aromën, pra ishin pothuajse shumë strikt në ruajtjen e aromave. Jo më kot, unë kam zgjedhur. Instinktivisht kur neve na vjen një pjatë në përpara, ajo që bëjmë është ta nuhasim. Tani unë kam një sugjerim, të bëjmë një shkëputje dhe e bëjmë shërbimin e recetës në tas kur të kthehemi? Patjetër. Meqense është që në kërkat dhe një moment i rëndësishëm përveç se të gatuajmë. Kështu që shkojmë në publicitet, do të shërbejmë në pjatë edhe orizit që sapo gatuam, do të kemi gjithashtu edhe cheesecake-un që sapo ka nisur dhe gjithë pjesën tjetër të punës do ta bëjmë kur të vim pas hapësirës publicitare. Endri dhe unë jemi këtu, ju presim pas reklamave. Vazhdojmë të jemi live në Vila 24 në këndin ton të gatimit dhe vjojmë të jemi me Enri Quedari, një ndër studentët e shkëlqyer të Institutit në Ranzi, që edhe këtë të mërkur na ka ardhur në shtëpi për një gatim shumë të mirë, shumë të shijshëm që do e zbulojmë pas pak, sepse e kemi gati për të mbuluar në kapak dhe për një ëmbëlsirë siç është cheesecake. Okej, tani pa humbur kohë, do të fillojmë. Do të shtojmë qumshin e kokosit të ngrohet, pasi duam të shkrim çokoladën e bardhë me qumshin e kokosit. Do të thënë çokolada e bardhë do të shkrihet nga qumshi i kokosit. Kjo çokolada e bardhë është fantastike për ëmbëlsira në mënyrë të veçantë, ka edhe në variantin kafe dhe jo vetëm, ja ku është kjo këtu në formën e kopsës, ka edhe më të vogla, piklote si që quajmë. Po që mund të kombinohem me biskota, dekorime. Janë shumë të këndshme dhe ato se janë të vogla, por shumë të shijshme. Atëherë, do të shtojmë ndërkohë që themi që qumshi le të marrë atë jo të valoj shumë, pra të marrë temperaturën e vlimit, por të themi të ketë një temperaturë që na duhet për të shkrirë çokoladën. Okej. Do të shtojmë sheqerin plur. Pse është e rëndësishme të shtohet sheqeri plur? Duke qenë se kremi djathit, pra nuk e në këtë rast e kemi të ftohtë dhe duke ditur që sheqeri kokër normali ne që përdorim në shtëpi, do një temperaturë pra të bëjë atë shkrijen, le të themi të bëhet homogjene gjithë në rastin se do përdorim sheqer plur, sheqer kokër midis sheqerit kokër dhe kremit të djathit, por kemi zgjedhur sheqerin plur i cili bëhet le të themi më homogjen dhe lidhet më mirë me pra nuk ndjejmë atë sheqerin të na kërcas, po, nëse do të ishte në kokër. Punimin do ta bëjmë leçë me shpatull. Unë kam zgjedhur një recetë që të jetë e lehtë, se në rastin në shtëpi dikush mund të shtoj lëkurën e agrumeve, likere të ndryshme, pra cheesecake-u le të themi i ftohtë na lejon që të pranon le të themi shije të ndryshme, pra duke qenë një produkt i cili në bazë të tij nuk është shumë i rëndë, pra nuk ka le të themi ato aromrat apo esencat e mëdha, pra që lejon që mund të pranoj dhe le të themi lëkura agrumesh apo era të tjera, apo aromatizues të tjerë që masa duhet bëhet e tillë. Me të shoh edhe qumshi e mori janë të ngrohtë e nevojshme. Kështu është krembulli, të cilin e përgatitur në furrë, do ta shtojmë në fundin e gotës. Receta mund të përdoret, disa persona nuk e duan në gotë, disa të tjerë e duan në tavë, pra receta na lejojnë që le të themi ta përdorim në lloj mënyra të ndryshme, por në rastin tonë zgjodhëm gotën pasi cheesecake-u ka atë kohën e vet të mpiksjes. Pra nëse edhin në tavë, në ato na më të realizojnë në shtëpi, do të presin maksimumi 1 ose 2 orë të bëhet piksja dhe lidhja gjithë produkteve. Ndërsa në gota këtë pritjen e shkurtojmë. Dhe zakonisht e ke vënë re që nuk presim asnjëherë 2 orë.
Dhe cova e parë është gjithmonë me lëshme. Se ta provoj njëra është bërë është ideja. Do me thënë, hedhim qumshin e kokosit e qokolatat, jo qokolatat e qumshi e kokosit. Okej. Okej, kombinim shumë i mirë duket, pra qumësht kokosi me qokolatë bardhë që do të shkrije, do të kryoj atë kremin e vetë, kremi i djathit i sheqerosur me sheqerin pluhur, arsyeja e sa po e shpjeguam, kështu që ndërkohë që e rigatuan, mësojmë edhe disa sekrete të vogla gatimi, të cilat na ndihmojnë në përgatitjen e recetave të ndryshme në shtëpinë tonë për vakte të ndryshme. Se shpejt është shkri? Po. Cilësia produkteve, dallon me një herë. Në shkurton kohë, ushqemi i shëndetshëm, na kanë rezultat gatimet. Unë do shtoj, pothuajse gjysmën e esencës. Pasi duke pasur një sasi të vogël, nuk duaj që ta përdor të gjithën, pasi sasinë e kremit të djathtë kam të pak në rastin që mund ta përdorim. Receta është normale, por në këtë rastin ton duke pasur një gotë për masa të vogla, nuk është e nevojshme që të gjitha produktet të bashkojnë. Ja kuptoj. Se shohim, pra po bëjmë esencën, le të themi. Në momentin që e lëmë dhe pak që të shkri, në temperaturën e vetë, tu kemi një çokoladë që ti e ke përgatitur më herët. Po. Me të njëjtin veprim që kryem këtu, është e njëjta gjë, apo tu kemi vetëm çokoladë të shkrirë në banjëmarrje? Jo, vajin e kokosit. Vajin e kokosit. Vajin e kokosit. Okej. Por vazhdojmë të jemi në të njëjtat shije. Pra, qumshi i kokosit dhe vaji i kokosit. Do shtojmë dhe pak çokoladë. Mund ta përdorim sipër, pra ka varet se si them dhe njerëz se si njerëzit duan të realizojnë një recetë, se si ndihen më mirë për të realizuar një recetë. Se si e shijojnë. Do të ta afroj gotën, të duhet aty pranë? Po. Okej. Gjatë kohës të publicitetit kam realizuar edhe një chips për dekor të çokoladës, shumë e thjeshtë, çokolada e shkrirë, vendoset në temperaturë frigoriferi, nëse dikush do për shpejt mund ta vendosë në ngrirje, po nëse në freskë pra vendoset në një pellikulë, e kemi në ngrirje, pasi është një chips i cili nuk duron. Kam mësuar gjitha sekretet këtu. Madje s'është në agjenca, kështu që i kemi harruar që i kemi. Nëse do të qëndrojnë në frigorifer, çokolada bën atë le të themi që nuk është nevojshme të shtojmë gjelatinera në për piksjen. Sepse ka pasi që të ndryshme që përdorin gjelatinën për kohë, për le të themi për kosto, por çokolada normalisht që është një produkt. Siç e shohim, do të bëhet homogjene. Në të lloj mënyre. Vendimin e një saga poshtë ose qese pas të qerie, ta përdor. Që të jemi më konsistencë, pra të japim një formë ashtu siç ne duam, por mund varet se e them edhe një herë. Ja të shija se si duam. Po. Edhe nga kushtet që kemi, po besoj këto qeset e qoftë dhe një përdorim shëgjënden. Për t'i dhënë për ta bërë ashtu siç duhet. E përmendëm dhe më herët që shpesh servirja është shumë e rëndësishme, po aq e rëndësishme sa gatimi. Okej. Pra vim anës godës, që të mbushim pjesën dhe pas në brendësi të saj. Pasi nëse do ta nisim në mes, do të krijojmë atë boshllëkun anës, pra se shohim nuk ka. Gjë që nuk duhet të ndodhë ashtu, e kuptoj. Heshtje. A të bezdisin njerëzit ty nëse të flasin kur je duke punuar?
Shiko. Tani s'ka vlerë se unë kam një orë që të flas, po. Po them kështu, në përgjithësi. Shiko, ndonjëherë dhe kjo le të themi e bezdisura të ndihmon për shumë arsye. Okej. Pra, ta kesh mendjen të jesh i përqendruar në shumë versione, pra le të themi ti bësh të një restart trurit, të jesh më smart. E kuptoj. Pra ti jesh i lëvizshëm, sepse Dhe të bësh shumë gjëra në të njëjtën kohë, domethënë. Duke marrë parasysh profesionin tonë, ti jesh vetëm i fokusuar në një drejtim, fillon dhe ndryshon, domethënë, le të themi ai personaliteti i personit, pra që du të jesh open mind, më të hapur, dikush të flet, më të përgjigjesh, pra ka. Kuptoj. Po marr chipsin e çokoladës. Okej, që e kemi vendosur gjatë kohës që ne ishim duke bërë edhe Jaku, e kemi për recetën po flisja pikërisht, e kishit në ekran dhe vijojmë ta kemi tani të plot. Pra cheesecake me qumësht kokosi, krem djathi 200 gram, 150 gram çokoladë bardhë, 100 ml qumësht kokosi, 80 gram sheqer pluhur, chips çokolade me gjalp kokosi, për dekor biskot të spekulus 70 gram dhe gjalp 70 gram. Tani, tham që vendosëm në frigorifer një çokoladë. Okej, chips çokoladë. Ma trego tani çfarë është? Arsye sepse i kam hedhur, e kam podrosur në këtë rast me kakao, pra le të bëhet dallimi sepse duke patur një produkt të bardhë, nuk mund të vendosim një produkt të bardhë. Po të bardhë, po. Unë kam vendosur pak pudër kakaoe, mund ta vendosim në këtë mënyrë. Bukur shumë. Dhe disa lule për ngjyrë. Që thash, cheesecake-u na lejon të eksperimentojmë. Pra, të krijojmë shije të reja. Po. Mund të shkonte shumë me një amaren. Amarena është një qershi, ose ndryshe në shqip qershia vishnje. Po. Pra ka të aciditetin, dhe qumshi kokosit jo më kot e kam zgjedhur, pra që vërtet lejon, nuk ka shijet fort, po ka aromën. Pra nuk le të themi të bëhet ajo disbalanca e fortë e recetit që vendosim sipër të aromës në brendësi. Pra është diçka që neve mund të... Ne të dy flasim të dy me duar. Kështu që do të bëjmë distancë, kalojmë te njëri tjetri në plan. Sa bukur? Për mos e ngarkuar më shumë. Ti ke një cheesecake pranvere. Po, duke që jo më kot kam zgjedhur dhe lule, se tashmë pranvera ka. Jemi në sezonin e duhur. Në sezonin e duhur. Të lumshin duart. Tani, kemi 4 minuta kohë të shohim pak edhe recetën e parë të orizit basmati dhe pastaj kthehemi pas recetës për të parë edhe produktin final që enda nuk e kemi ekspozuar për ju. Përbërësit që do t'ju duhen nëse do t'a gatuani këtë pjatë njësoj si ne, janë këto. Oriz basmati 100 gram, zaferano nga Robo, një bustin, rush i that 10 gram, Cassius 10 gram, Mix Power është ai mixi superfood që ne e treguam në një paketim që mund ta konsumoni edhe gjatë ditës, pra po mund ta përdorni edhe në këtë recetë gjithashtu për ta përgatitur. Boronice e that 10 gram, kanell 1 shkop, krip edhe piper. Kjo është receta e përgatitur shpejt dhe me shumë shije, ndërkohë besoj është momenti që ta tregojmë pak edhe të përfunduar. Kjo ishte receta që ne realizuam më para. Bukur kështu, dhe jasa e këndshme është. Me ngjyra të veta. Po ta vësh re dhe nëse kujton të thash që vendosja e kapakut ndihmon aromën. Dhe mora rastin e indis, pra ruajtja e aromave që ata e kishin me shumë kujdes. Pra, jo më kot zgjodha dhe pjatën ku e vendosa që të ruajmë aromat dhe pasi e kemi gatuar, nuk është, do ta konsumojmë pak më vonë, aromat janë aty të freskëta. Që shndrojnë aty. Fantastike. Për mos u bërë aromën unë po. Të mbyllim prapë? Dhe provojmë një që të përkmarrim një pyron. Sa gjithë të reklam që na bëre ti. Shiko, sot gatimi ndër të tjera është dhe mënyra se si ti e shpjegon pjatën, kështu që ka bukur se folet ty, dikush nuk është kurios ta provojë. Sa i mirë është bërë, të lumshin duart. Shumë faleminderit. Shumë i mirë. Mos e lini pa e provuar dhe pa e gatuar në shtëpi, se ishte shumë i thjeshtë, pra nuk do asgjë të jashtëzakonshme. Edhe pse kur e sheh kështu duket sikur është angari, po edhe i shëndetshëm. Vetë receta, pra Mix Power që ne krijuam bashkë me orizin basmati, i cili ka proteinat e larta, vlerës, pra është një, le të themi, një recetë plot vlera ushqyese. Të lumshin duart. Të faleminderit shumë që ishe me mua këtë të mërkur, të lumshin duart për gjithçka solle sot, edhe mirar Shengri.
Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të isha sot me ju. Kënaqësia e gjitha imja, faleminderit. Mirë, po ju kujtoj pak se ku i gjeni ju këto dy receta, dy kanalet tona zyrtare në YouTube, Villa 24, kanali i transmetimeve tona të përditshme nga e hëna në të premte, ku gjeni gjithçka, kanali zyrtar i News 24, kur gjeni gjithashtu edhe një hapësirë dedikuar emisioneve tona të përditshme, dhe pa diskutim që mbetet Balkan Web, faqja e të gjithëve më e preferuara për gjithçka, për aktualitet, për lajme, për informacione nga bota, edhe për Villa 24, ku recetat që e nërisolli sot do t'i keni pak minuta më vonë, pikërisht aty të detajuara, me fotot ilustruese, me ingredientët e nevojshëm dhe me videon e cila na shpjegon hap pas hapi se si i kemi gatuar. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi në studio përsëri live.